Mirë, jemi rikthyer, duhet të flasim pak për rivlerësimin, duke qenë se ka pasur një replik edhe një diskutim edhe në kuvend, pra në parlament lidhur me procesin e rivlerësimit të banesave, ka nisur prej disa javësh, por për shkak të mos miratimit të çmimeve të referencës për zonat e tjera, pra krahas Tiranës, është konsideruar si një ngërç. Ministri i Financave tha që deri më tani ka pasur 9500 aplikime, që procesi vjon normalisht dhe që për rrethet vjohet me çmimet e tregut, sepse rivlerësimi bëhet nga ekspert të licencuar. Pra jo nga punojësit e kadastrës që mund ta bëjnë me çmim reference. Në gjykimin tuaj, duke qenë se jeni njohës të tregut, por keni qenë edhe dëshmitar, le të themi, të fushatave të mëparshme që janë ndërmarrë, nga nisja deri më tani, duke pasur parasysh këtë shifër, 9500 aplikime, në gjykimin tuaj është brenda pritshmërive? Mendoj që po. Edhe interesi, nëse pritej kishte muaj, vit? U flisë, do me thonë, po, u ridiskutuan shumë gjërat më parshme, njëherë u folë që do të ndryshojnë referencat sërish, se praktikisht që kjo pjesa e rivlerësimit, kjo pjesa e rivlerësimit që të kete atë pjesën e efikasën të duhurën, duhet që të ndryshojnë çmimet e referencës të shkojnë aty ku është përdvajtur, dhe normalisht i mund të hapësh një fushat lehtësuese, si që është fushata e rivlerësimit. Do me thonë që çdo zonë të marri vlerën dhe realisht të parafërsohet në çmimet e tregut, sepse nëse shkojmë në këto nivele, normalisht lehtësohen edhe shumë problematika të tjera që kanë të bëjnë me financimet bankare, që kanë të bëjnë me paran, që kanë të bëjnë me shumë problematika që ka aktualisht. Si proces, besoj të flasim vetëm për Tiranën, nuk ka pas ngërë që është okej, për qytetet e tjera pastaj është ajo që ti sa po the, duhet një vlerësues privat, i licencuar. Po, nëse duan të jenë pjesë... Duhet bërë aplikimi edhe pastaj të kalosh në procesin e rivlerësimit. Paktën për gjitha rastet që ne jemi ndjeni në Tiranë, ka qenë një procedurë krejt normale, krejt e aksesueshme. Dorian? Mendoj që duhet ishte bërë për gjithë Shqipërinë, sepse... Pra përditësimi i çmimeve. Sigurisht. Tani nuk mund të flasim, po them kot, po Gradecin e ke 1200-1300 euro për metër katror. Dhe çmimet e referencës kanë ngelur të mëparshmet. Çfarë do të thotë kjo që do bëj margjin për abuzim edhe për informalitet, sepse me koshiencë të plotë asnjë nuk i shet me çmimet e referencës atje. Kështu që një kjo, dhe jo të gjithë i bëjnë me ekspert rivlerësimet. Tirana sigurisht që është mirë, por nuk është Shqipëria vetëm Tirana. Kështu që do duhesh të ishte menduar më mirë dhe për të qenë sinqert ka patur kohë mjaftueshme për të bërë gjithë procesi siç duhej që nga fillimi. Pritet të ketë më shumë, sidomos me ardhjen e emigrantëve, dhe në gjykimin tim analizuar pjesën e aplikimeve të bëra deri tani. Në gjykimin tim më mirë të kishte marrë edhe pak kohë dhe të ishte bërë për të gjithë vendin, se sa u bë e pjesshme. Po pse nuk ju krijon kjo mundësi atyre të cilët duan të bëjnë rivlerësimin me çmim tregu, pra se edhe duke pasur parasysh që vlerat e referencës nuk janë jo pak raste nuk janë në përputhje me vlerat reale që janë sot në treg. Pra, në këto kushte, një vlerë reference, çfarë vlerë do të kishte nëse nuk është ai sa është tregu? Pra, fakti që po bëhen me ekspert të licencuar, do thotë që janë bazuar mbi vlerat në të cilat kryhet transaksioni. Po, por realiteti është tjetër. Se jo të gjithë bëjnë me ekspert, këtë jam duke thënë. Disa të tjerë ato në rreth e kanë detyruar të bëjnë me ekspert. Nuk e bën dot pa ekspert. Po, janë të detyruara sepse po kjo i kufizon. Punojësit e kadastrës kjo i kufizon. Dy kategorika. Jo, dy kategorika. E para, nëse prona ka qenë nën vlerën e referencës të lagjës kutije tonë, mund ta bësh me aplikim ke noteri, që do ta çosh në vlerë reference, nëse do ta çosh në vlerë tregu, ti duhet bësh aplikimin me vlerësues privat. Nuk është se bën dot. Kjo vlen edhe për Tiranën, pra. Po edhe për Tiranën. Kjo është tema edhe për Tiranën. Që ju është hequr rrethave, është hequr e drejta e azhornimit çmimeve të referencës, them duke thënë.
mund ta bësh me ekspert privat sepse nuk ka rrugë tjetër. E kupton? Po prapë kjo, ne që jemi në terren dhe në praktike kemi parë se sa shumë e ka ndihmuar azhurnimin e çmimeve të referencës aplikimin. Heqim ekspertin në rrethe. Flasim vetëm si çmime që mund ta bëj vetë noteri si procedurë. Absolutisht që duhesh e bërë. A është ky numri maksimal i aplikimeve? Jo, në gjykimin tim. Procesi në fillim nuk ka nisur aq i thjesht. Ka pasur problematikat e veta, por është e kuptueshme derisa u bën gjithë disa aplikime që u bën. Do duhet realisht, do duhet që të bëhet edhe një azhurnim i çmimeve të referencës për zonat e tjera, jo vetëm për Tiranën, po edhe për pjesën e qyteteve të tjera. Kemi shumë qytete të cilat nuk janë prekur fare, për një kohë të gjatë. Nuk janë prekur, po, referenca. Ndërkohë, aktualisht procesi vijon normalisht. Vijon normalisht. Gjykimin tuaj pra problematikat të cilat janë shfaqur ditët e para, javët e para, janë ka qenë përgjithsisht me vlerën e cila vinte, po, sepse mund të bëje një aplikim për një vetëm pronë dhe të dilte sa herë që bëje aplikimin të dilte me vlera të ndryshme. Pra për një vetëm pronë. Po, nuk është më si problematik. Ka qenë problematika e njohjes së çmimit e amortizimit. Pra, 1% që edhe kjo është një tjetër diskutim se kur aplikohet. Kjo ka qenë një tjetër ngërç. Si aplikohet, i cili pikërisht për gjitha këto që ju po thoni Ada. Pastaj e gjithë pjesa tjetër ka shkuar normalisht si në çdo gjë me problematikat e veta, po jo të pasgjidhshme. Unë mendoj që ishte e domosdoshme kjo rihapja e rivlerësimit, edhe pse në gjykimin tim është marrë si hapin nxituar dhe jo i menduar dhe i konsoliduar mirë për gjitha zonat dhe bashkit, sepse kur ne kemi qenë dhe kemi folur për hapjen e rivlerësimit, aty kanë qenë parashikuar që çdo qytetar ka të drejtë të rivlerësojë dhe pronat që janë në ndërtim. Paktën 10 vjeçarin e fundit. Urdhro? Dhe në legalizim. Po. Në proces legalizimi. Po, gjë që në këtë rast nuk po ndodh. Dhe do lindi nevoja, se nëse është një subjekt në ndërtim, mund t'jetë në fazë përfundimtare tani ose në mundoj një vit për të përfunduar, ai realisht është me çmimet e tregut sotëm. Në një vit më pas, 2 vjet më pas, do jetë me çmimet e tjera. Ato falë, me që se e cekim këtë se ka shumë të interesuar, pse është e rëndësishme kjo të kolegu, sidomos për pronat në legalizim. Kemi një pjesë të madhe të pronave të cilat prekeshin dhe kjo do ndihmonte edhe për informalitetin e tregut, sepse nga një anë ti qytetarit i jep të drejtën që të paguaj ujin, paguaj dritat për çdo lloj detyrimi dhe nga ana tjetër ti nuk e njeh me pronësin. Pra është nonsens. Kështu që ne realisht kemi pritur shumë të paktën të futesh e kjo. Sigurisht që fol edhe për pronat të cilat ishin në fazë përfundimi. Po, në fushatat e mëparshme kanë qenë ato në proces legalizimi. Madje edhe ato të cilat nuk ishin një vlerë, le themi, fillestare në kadastër, edhe bëhej, le themi, vlerësimi paraprak i tyre bëhej bazuar në vlerat ka një formull, kostot e ndërtimit. Kjo ishte të paktën formula që aplikoja. Është formula bazike. Duke pasur parasysh këtë trendin e curinë e aplikimeve, por edhe mendësin tonë për t'i lënë gjërat në moment fundit. Po, gjykoni që muajt në vim edhe, le themi, teksa i afrohemi, do t'i afrohemi përfundimit të afatit, do t'ket më shumë interes dhe aplikime? Mund të ketë, sidomos tani që presim thamë për emigrantët, por është edhe një pjesë e klientëve të cilët janë skeptik për pjesën e pagesës, sepse ndoshta nuk kanë fare në plan për ta shitur apartamentin, thotë për çfarë do t'i paguaj këto të ardhma, por realisht ne ja sugjerojmë që ta bëjnë si applikim, sepse asnjëherë nuk i dihet se si të vjen jeta, një dhe dyta, ku ka më mirë se sa ti të parafrosh vlerën me tregun. Kështu që duke marrë konsiderat që kemi qenë me 1%, të shkon në 3% dhe tani në 5%. Dhe që është thënë që kjo është amnistia e fundit, që do thotë fushata e fundit, që ndërmerret për të bërë pikërisht përditësimin e vlerës. Se dim se janë thëshë gjëra. U bëj orakullin. Nuk mendoj që është e fundit. Sa kohë në region që të ketë disbalanca. Sepse po flasim për Tiranën, që Tirana është e konsoliduar deri në
një farë pike në raport me çmimet e me gjitha, po për shembull problematika më e madhe e hapjes të procesit të rivlerësimeve ka qenë kryesisht Bashkitë e Jugut. Po, Që Bregdeti çmimet janë të referencës janë shumë minimaliste, kur realiteti i shitjes ose i 1 metër katror në jug është një disbalancë shumë e madhe ndërmjet raportit çato fond Vetëm nëse shikohet norma tatimore, që mund t'jetë edhe ky një opsion për të mos pasur asnjë hapësirë në deklarimin real të vlerave, që mund të ketë prona, por edhe për të bërë këtë le të themi përditësimin e çmimeve. Ulja e normës tatimore, që është në kushte përtej kësaj fushate, pra 15%, konsiderohet e lartë, dhe që shpesh qytetarët përpara le të themi kësaj vlere që rrit detyrimin tatimor, që krijohet nga vlera, pra diferenca vlerës së pronës së regjistruar me atë të shitjes, bën që të deklarohet më pak vlera pra transaksioni, pikërisht për të ulur këtë detyrim apo vlerën tatimore. Fushatat të tilla, për shembull, ne kemi pas edhe për sa i përket biznesit, kur ul dividendi nga 15 në 5%, mos gaboj për një periudhë kohë dhe pati një numër shumë të madh të bizneseve që s'kishin deklaruar dividend që i deklaruan, sepse pjesa më e madhe e tyre fitimin e atij viti e mbajnë dhe deklarojnë si shpenzime që do të kryejnë vitin që vjen. Dhe shteti duke parë se ishte akumuluar një sasi e madhe këtyre të ardhurave që nuk po shpërndashin, dhe çfarë bëri për të marrë një pjesë të tyre, uli normën dhe u pa që pati rezultat. Kështu që nuk besoj se kjo do t'jetë e fundit, që sa herë do t'i duhen para, do të thotë që kjo është e fundit, e fushata e fundit. Nuk do jetë ky instrument që do të aplikohet, megjithatë, mund të ishte një opsion, sa kohë kanë kërkuar edhe të paktën edhe përfaqësues nga real estate, por edhe nga shoqatat e ndërtimit e kështu me radhë. Mendoj se pritshmëritë ishin shumë më të larta. Në raport me çfarë? Domethënë, pritshmëritë në raport me normat aktuale të aplikimit, besoj se ishin shumë më të larta edhe nga vetë agjencia e real estate. Po ndoshta pjesa tjetër e vitit mund të sjellë atë më shumë fluks, ndoshta. Kam përshtypjen ndoshta aplikim brenda çdo normaliteti, se nuk ka 2 muaj të plota që është në funksion. Jo, edhe pjesa e promovimit që i bë ishte 3.000 aplikime në muaj. Po, edhe mbi gjitha që kishte disa muaj diskutimet filluan 2024, pastaj u rimor ligji, u votua në janar dhe është hapur eksaktësisht në fund të shkurtit, 27 ose 26 ose 27. Kemi bërë akoma 2 muaj, kështu që... Jo, atmosfera ishte sikur me zi pritet të dilin gjitha aktet dhe do kishte një lumë vërshimi. Një vit më para e mbajti tregu komplet bllokuar rivlerësimi. Një vit më para që u tha do hapet, nuk u hap. Çfarë ka sjell në raport me pikërisht me këtë që the? Fakti që tregu ishte... Po të gjithë njerëzit, tani, të gjithë njerëzit, kushdo qoftë, kur vjen puna ke pjesa e lekëve, të gjithë ngurcohen dhe secili mundohet maksimizoj fitimin, paguaj sa më pak. Ishte shpërndar lajmi që do të hapet rivlerësimi, neti mbi 8 muaj pending, dhe gjithë njerëzit po prisin që t'u hapte rivlerësimi. Ato që kishin menduar për të shitur pronat, prisin që t'u hapte procesi rivlerësimit, mos paguanin 15, ta fitonin atë 10% për vete, po të paguanin 5%. Ajo çfarë realisht po ndodh sot. Edhe diçka kanë bërë aplikim gjithë ata të cilët kanë pronë për të shitur, pjesa më e madhe. Kështu që ne presim tani që të jetë pjesa tjetër e atyre të cilët duhet të bëjnë aplikim sepse thjesht për ta ofruar me çmimin e referencës, kështu që prandaj është ky numër. Pra kanë aplikuar me njëra ata të cilët kanë pas është një vit, ke mundësi për një vit që ta bësh, që një kontratë hapur le të themi apo diskutime për të shitur. Mirë, unë ju falenderoj sepse kemi mbërritur në fund. Dorian, faleminderit, Esmeraldo po ashtu. Elvis, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës si gjithmonë do të jetë nesër në orën 16 deri atëherë kaloni sa më mirë. Mirë, u takofshim.